Nisur nga aksidenti shumë i rënd i ndodhur dje në qytetin e Durrësit, si pasojë të cilit kanë humbur jetën 2 të mitur dhe u dëmtua një tjetër, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtuesi madhor Skënder Hita, në zbatim të rregullores së Policisë së Shtetit, ka pezulluar nga detyra për performancë të dobët në përmbushjen e detyrave. Drejtorin e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrësit, drejtuesin Afrim Tafa. Zëvendës drejtorin për rendin dhe sigurinë publike të Drejtorisë Vendore të Durrësit, kryekomisarin Zia Sulej, shefin e sektorit të policisë rrugore të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, kryekomisarin Kreshtik Skënder. Gjithashtu me njëherë pas ngjarjes, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka urdhëruar drejtorinë e policisë rrugore për të ngritur një grup ekspertësh, të cilët shkuan në vend ngjarje për të analizuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Ndërkohë drejtoria standarde dhe profesionale në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit ka nisur hetimin disiplinor për të vlerësuar nëse ka apo jo përgjegjësi në radhë të punonjësve të policisë për këtë rast.